Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studio e RTK Radios me një emision tjetër të ri, special kuptohet, kushtuar kampionatit botëror të futbollit, i cili po mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik. Tashmë veç ka filluar edhe të dihen disa prej kombëtarëve që veç do të vazhdojnë në tutje dhe do të luajnë në fazën e eliminimit direkt. Janë 2 prej 3 organizatorëve që e kanë arritur këtë qëllim, po flasim për Meksikën dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë marrë rezultate të favorshme në ndeshjet e xhiros së dytë të fazës së grupeve. Patjetër që do të diskutojmë gjerë dhe gjatë për këtë, por edhe për sfidat që na presin sot dhe ditëve në vijim për sa e takon kampionatit botëror të futbollit, i cili vërtet po del të jetë jashtëzakonisht interesant, kurse jemi në edicionin e parë ku po marrin pjesë 48 kombëtare. Të ftuar sot kam faktikisht një kolegë dhe një miq të shmuar, bëhet fjalë për trajnerin e njohur të futbollit Feta Veliu, të cilin e falenderoj që ka gjetur kohën dhe kështu të jetë pjesë e këtij emisioni special kushtuar kampionatit botëror. Faleminderit shumë i nderuar. Ishte kënaqësi, faleminderit edhe juve, edhe përshëndetje për dëgjuesit dhe ata shikuesit që na përcjellin në Facebook. Po pra, sepse në të njëjtën kohë, krahas që po shkojmë drejt për drejt në valët e Radio Kosovës, ne jemi drejt për drejt edhe në rrjetin ton social Facebook, andaj juve që nuk keni mundësi që të na dëgjoni, faktikisht mund të na shikoni edhe nëpërmjet Facebookut. Në krantin të majt e kam kolegun dhe simpatizuesin e flakt, lirisht mund të them të Italisë, që nuk është pjesë e botrorit, por gjithsesi do të flasim shumë. Niki Cahani, Nimitullah Cahani na është bashkuar. Faleminderit për ftesën, Fatos. 3 kampionate botërore me radhë, 2018, në 2022 dhe tani 2026 italianët nuk janë kualifikuar. Kjo është e mërshme për futbollin italian, për kampionin 4 fish të botës. Absolutisht, po vërtet një dështim jashtëzakonshëm i italianëve, të cilët jemi mësuar të shohim edhe pse jo viteve të fundit duke arritur suksese të mëdha. Unë jam Fatos Preniçi, jam me një skuadër të tërë që në të vërtet po përkujdesemi për të realizuar këtë emision, si gjithmonë tashmë special. Shpejtim Saliun, Ilami Sufi, pa harruar dhe kolegët nga redaksia e sportit, Edmond Thaçi, Faruk Bajrami si dhe Remzi Mustafa. Pa humbur kohë do të nisim analizën dhe fillimisht po i drejtohem të nderuarit dhe të respektuar trajnerit të njohur të futbollit Feta Veliu. Kemi një Turqi që është eliminuar, ndërsa kemi 2 kombëtare që veç e kanë siguruar fazën e eliminimit direkt, siç janë Meksika dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Futbolli është një korporat shtu globale, është një industri shumë e madhe, por loja, futbollit, ka plan. Përveç planit, ka edhe disiplinë taktike të lojës. Do thotë aty ngërthetohen të gjitha këto komponente për të mund një skuadër, në këtë rast një kombëtare, të shfaqet të arrijë objektive. Do të thotë çdo ndeshje ka objektivin e vet, edhe në grupe kur shkohet në disa objektive se ka mundësi në ndeshje të kalojmë mesatarisht mirë, pastaj të notojmë të arrijmë tek pikët për të kualifikuar. Kështu që në grupe, garat në grupe mund të ketë kalkulime, mund të ketë oscilime kështu në mentalitet të lojës, të disiplinës. Mirë po, turqit, siç e njohim ne edhe në Ballkanat, nuk jemi shumë të disiplinuar në një lojë futbolli. Jo vetëm në një lojë, por në shumë lami tjera pak jemi të disiplinuar, do të thotë disiplinën do të thotë të jemi në zbatim të detyrave të dhëna, ato detyra organizative, në këtë rast kemi detyrat taktike për skuadrën, për futbollistat edhe ato tranzicionet që po i themi ne. Kështu që duhet çdo lojtar, edhe skuadra duhet të jetë brenda planit, edhe lojtari brenda detyrave dhe kështu ne mund të jemi ata të cilët dojmë të arrijmë një objektiv. Në këtë rast Turqia, kombëtarja turke nuk është shumë e disiplinuar, nuk mjafton vetëm emrat, sa mjafton një plan loje, një karakter, disiplinë, taktike edhe zbatimi aty në detyra. Këtë nuk e ka arrit kombëtarja turke, edhe disa kombëtarë tjerë të cilët po shkojnë kështu a di luhatësi, edhe u shprit shumë, po, pra u shprit shumë edhe po presim tash është ndeshja e dytë ose e tretë, edhe në ndeshjen e tretë vendoset se kush do të vazhdojmë atje, aty do të jetë themi një ego është pak më e rritur, është një kërkesë më e madhe, prandaj edhe lojtarët futen në disiplinë, mirë po sa do të ndihmojë ajo në një ndeshje të fundit, mundet të vendoset plani i mirë i lojës. Pavarësisht kësaj, Turqia tash është eliminuar, a? Është skuadra e dytë, është kombëtarja e dytë e cila ka bërë valixhet gati për të kthyer në vendlindje, sepse ishte Haiti, skuadra e parë e cila është eliminuar, do thotë këto 2 kombëtarë kanë zhvilluar nga 2 ndeshje dhe nuk kanë fituar asnjë pikë. Ishte momenti i fundit për Turqinë, që
avantazhin që e kishte sidomos në pjesën e dytë me një lojtar më shumë në lojë, unë pritshë në orë të parë të mëngjesit jo vetëm barazon rezultatin, po të shënoj fitore sepse i duhej patjetër kombëtarës turke për të qenë mesin e atyre 3 skuadrave në këtë grup që eventualisht do të kualifikojë në këtë fazën e eliminimit direkt. Por që siç e tham, edhe profesori i nderuar, nuk ka organik kombëtarja turk. Unë kam parë edhe ndeshjen e parë me Australinë, edhe këtë ndeshjen e dytë. Yje sa të duash që luajnë ekipet më të njohura të futbollit evropian, në Itali, tek Juventus, tek Real Madrid, në Itali madje kemi 2 lojtarë kryesorë, që bëjnë diferencë edhe Juventus dhe në Inter, dhe tek Real Madridi, ky lojtar i ri. Por nuk ka organik skuadra. Dhe unë kam edhe një kritik në adresë të trenerit. Unë kujtoj që Montella nuk është trener për një kombëtare, siç është kombëtarja turke me këto yje të mëdhenj të futbollit. Deshte edhe vetëm diçka të shtoj rreth kampionatin në përgjithësi, po flitet se është kampionati më i mirë organizuar, në realitet nuk është bashkë edhe shumë më i miri, për shkak orarit, edhe për shkak infrastrukturës. Ta bëjmë një krahasim me kampionatin e Katarit. Ne duhet me ditë se krahasimet e vendosin themi të vlerat, kështu që kampionati në Katar ka qenë edhe pse ka qenë në sezonën dimrore, mirë po infrastrukturë. Një infrastrukturë gjigante, një infrastrukturë e cila ishte aty diku në 300-400 kilometra rrethit, jo kështash të shpërndamja ose të shpërndat edhe shkushmëria, edhe kjo orari ju them të vërtetën nuk na përshtatet neve në Ballkan ose në Evropë, është një orar i cili diku në mëngjes disa loje kryesore luan. Kështu që ato organizohen do kampionate botërore në ky kampionat nuk po mdel mua për shkak se edhe ne këtu kemi të penalizuar, nuk kemi orar të mirë edhe nuk po mund ta shohmi të gjitha ndeshjet i përcjellmi, jemi të handicapum themi kështu në shikueshmëri. Pastaj ne nuk kem problem në përcaktimin profesional ose organizativ. Mirë po dikush që nuk e sheh një ndeshje vjen komenton, s'di çka komenton, s'di çka të flet brenda themi organizimit edhe rritjeve. Kështu që ky kampionat për mua edhe për shumë adhurues të futbollit pak është të ne themi i shikuar. Edhe nëse se shikon pastaj edhe ke mbetje dhe dyshime të shumta pse po ndodh kjo kështu shikueshmëri e vogël edhe nuk ka mundësi të transmetohen të gjitha ndeshjet. Distanca është e madhe, tjetër orar të ndeshjeve kemi ose kohë në Shtetet Bashkuara të Amerikës ose në vendet e Amerikës Veriore dhe Jugorit që organizatorët e këtij botërori. Nuk është mirë të zgjerohet numri i kombëtarëve. Ne kemi disa kombëtarë që do të janë inferiore dhe kur po bën tash Gjermania me një kombëtare që nuk po mundem edhe tani t'ja mbajmë emrin, asaj kombëtare. Ato janë kombëtarë të ishujve atje të Zelandës, atë Oqeanit Atlantik, kështu që nuk di se është mirë të zgjerohet numri i pjesëmarrësve të kombëtarëve në një kompeticion botëror të cilë shikojnë. Duhet të ketë konkurrencë, edhe brenda grupeve, po edhe në kualifikimin më të. Unë mendoj se ky është eksperiment duhet të ndalet. Mos të shkohet me më shumë kombëtare, po të ketë cilësi brenda kombëtarëve. Po ashtu kemi edhe ligat tonë. Liga jonë kishte diku 16 tani orë 10 ka cilësi. Ka cilësi edhe të skuadrave, edhe të lojtarëve, edhe kështu ka një performancë e cila josh shikueshmërinë edhe adhuruesit e futbollit. Tani për të zhvilluar futbollin edhe në vende të tjera, vetëm në këto shtete që njihen për klasikën e futbollit në Evropë dhe në vendet Amerikës Latine, unë kujtoj që nuk jam shumë dakord me profesorin të drejtim. Sa mirë që një në 4 vjet, nuk e kemi për çdo vit, kemi një në 4 vjet. Kemi një kampionat botëror me këto 48 kombëtare dhe këto 48 kombëtare që janë pak më ose kombëtare që janë pak më inferiore, kashik këtyre të matin veten dhe të shojnë, ja ku jemi me futbollin, që kur vjen një tjetër kampionat botëror pas 4 vite, ta përmirësojnë cilësinë, ta zhvillojnë futbollin këtë drejtim. Unë kujtoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë këto, që nga koha e Pelës, kur ishte ndër lojtarët e parë Amerikës Latine që nënshkroi kontratë për një skuadër amerikane dhe nga aty filloi futbolli edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të zhvillohet. Tani kemi në përfundim të karrierës lojtarë shumë me eksperiencë në ekipet europiane që nënshkruajnë kontratë. Messi e ka bërë, në skuadrat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se atje është fondi, është paraja. Pse të mos kemi edhe futbollin e zhvilluar
që mos jetë futbolli sporti i tretë ose i katërt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po të jetë ndër tre vende të para. Absolutisht. Në kuadër kësaj po flasim për një edicion të ngjarjes më të madhe të futbollit siç është kampionati botror, që po përmendim shpesh po mbahet për herë të parë në 3 shtete të ndryshme dhe për herë të parë po paraqiten 48 kombëtare. Në fakt qëllimi ka qenë që edhe ato kombëtarët më të vogla siç edhe përmendi zotri Fetahu ta kenë rastin të realizojnë ëndrrën të cilën e kanë pas, madje një ëndër të cilën ne pothuajse ishin shumë pranë për të arritur, por që e humbëm në Turqisë. Po themi që Turqia është eliminuar bashkë me Haitin. Brazili realizoi një fitore të rëndësishme duke mposhtur pikërisht Haitin prej 3-0. Mos harrojmë që edhe Maroku triumfoi ndaj Skocisë po ashtu me rezultat minimal 1-0. Niki, si ke por këtu ndeshjet e dyta të fazës së grupeve? Ndeshjet janë të bukura për të parë. Por pritshmëritë për kombëtarët nuk janë të nivelit të njëjtë. Tani për Marokun, unë pash një ndeshje të ngurtë mbrëm ndërmjet Marokut dhe Skocisë. Madje skuadra skoceze nuk kishte brenda 90 minutave asnjë shut brenda kuadratit. Brenda portës. Maroku kishte 1 dhe 2 maksimumi, por që në dyja skuadrat kishte organika. Mos harrojmë që Maroko është finalist dhe fitues i African Cup of Nations. Apo jo. Tashim ato parregullësit me Senegalin, por është ndër dy skuadrat me futbollin më të zhvilluar për momentin në Afrikë. Nuk kemi skuadra si Ghana që ishte dikur, ose skuadrat e tjera si Nigeria që ishin në top, ose Kameruni që ishte Roger Mires në ndërkohë, që ishte një skuadër e cila po ishte shumë një kombëtare e zhvilluar në atë kohë. Tani kemi Senegalin, kemi Algjerin, kemi Marokun, skuadër, por kemi edhe Egjiptin në futbollin afrikan. Ndërkohë, kur jemi tek Brazili dhe këto kombëtarët e mëdha, sepse unë kujtoj që kampionatin botror kanë fituar vetëm kombëtarët nga Evropa dhe nga vendet e Amerikës Latine. Nuk kemi një kombëtare nga një tjetër kontinent që ka fituar botrorin. Tash i dihet, këto e nisin kështu step by step, si thonë hap pas hapi, edhe Argentina, edhe Brazili. Kur vije puna tek ato ndeshjet eliminatore dhe në pjesën më finale, tregojnë dhëmët e tyre, si skuadrat e mëdha, me futboll më zhvilluar. Këtë rast Brazili që e rrafi Haitin me rezultatin 3-0, po ishte rezultat në pjesën e parë. Në pjesën e dytë e respektoi kundërshtarin, siç nuk e ka bërë Kanadaja, kërshi një tjetër kombëtari me luajti që fitoi me rezultatin e thellë me Katarin, me Katarin. Në fakt, po besoj zotri Fetahu është me interes të dëgjuesve dhe shikuesve të cilët janë duke na përcjell drejt për drejt edhe në rrjetin social Facebook, por në të njëjtën kohë jemi duke shkuar live edhe në valët e Radio Kosovës nëpërmjet frekuencave 95.7 dhe 91.9. Kë është favorit duke u nisur nga fakte ose duke u referuar nga ajo se çfarë ka ndodhur deri më tani? Gjithmonë faktikisht vlerësohet Spanja, Franca, Brazili, vazhdimisht kemi edhe befasi për të mos harruar edhe Gjermaninë, nga se është një kombëtare që ka pas ndrim të gjeneratës, por gjithsesi këtu duhet shtuar edhe Portugalin. Për juve? Është kjo fjala gjithmonë, unë e them gjithmonë kombëtarët e mëdha të cilët janë shumë të organizuar, të cilët kanë apo një infrastrukturë, kanë një histori, kanë një ligë, kanë një strukturë të lojtarëve, do të thotë janë kombëtarë të cilët gjithmonë avansojnë, gjithmonë janë potencial për të arritur suksese. Do të thotë këtu do të matën disa komponente të cilët rreth kombëtarës, përveç infrastrukturës, përveç strukturës profesionale, përveç themi ligës, edhe lojtarëve të cilët janë struktura, ajo organika e lojtarëve do të thotë shumë është përcaktuese, por mbi gjithësh është edhe një plan. Është edhe një plan i lojës të këto kombëtare, të cilët përveç që do të jetë i përpiluar mirë nga strategu, nga drejtuesi, nga teknokrati, si themi ne, trajneri profesional, ajo duhet të jetë edhe brenda e zhvilluar. Brenda duhet të jetë e futur në funksion të gjitha ato detajet të cilët ne i themi rreshtimi, distancë nga topi, transicioni, transformimi, këto janë ato më të mirët komponentët e një organizimit lojës edhe të planit lojës, nëse këto i mirë funksionojnë,
edhe struktura është e mirë, teknike, fizike, në plan në aspektin mental ose intelektual të lojtarit, atër mund të realizohet ai plan. Mund të realizohet edhe skuadra e ka objektivin e vet ta kalojë themi një përballje edhe të arrijë themi objektivit të kalojë në eliminime. Kjo është krejt brenda është themi kombëtare e cila i posedon këto struktura krejt aty brenda liga lojtarët nga cilët klube si janë zhvilluar edhe temi historiati, pastaj si kanë qenë në kualifikime, para kualifikimit kombëtare, si luajnë për ekipe, liga sa është temi zhvilluar, kështu që ai kombëtare pastaj ne emërojmë si kombëtare pretendent. Kombëtare ne po i thojmë kështu në jargonin ton, kombëtare të mëdha. Po e vërtetë është se kombëtarët janë ato nga 50 edhe 40 milion ose 10 milion. Edhe me 1 milion futbolista mund të gjenden janë 20, 30, 50 futbolista. Edhe të shkëlqen. Përndryshe në këtë kuadër përmende shumë faktorë që mund të ndikojnë që njëra prej ekipeve që edhe llogaritet favorite ta fitojnë ngjarjen më të madhe të futbollit Kupën e Botës. Konkretisht për Juve. Po e them, kush mund të realizojë ato faktorë të cilit potencohu unë i thash, atëherë ne këtu e nxjerrmi në rend të parë Francën. E nxjerrmi Francën për shkak se brenda Francës kemi një skuadër që fitoi Championshipin evropian, po edhe lojtarë të cilët një pjesë e madhe e tyre e Paris Saint-Germainit janë në kombëtaren francez. Ti shtojmë aty, duhet shtojmë edhe 2 mbrojtësit qendror më të mirë në Arsenal, të cilët pa golla ka pranuar Arsenal. Nëse mirën këto faktorë, edhe disa lojtarë mesfushor aty këtu themi nuk janë më të mirët, por e kemi një mbrojtje e cila e nal topin edhe përcjell topin deri te mesfusha ose tek sulmues, është një plan, po i kemi edhe lojtarë strukturë e mirë, krahat janë më të mirë në botë. Duan edhe ky Elisa. Ta janë Olise, si po e emërojmë. Kështu që do të thotë këto përcaktojnë në një kombëtar edhe në një skuadër se këta mund të arrijnë, mund të shkojnë më tutje për shkak se kanë edhe eksperiencë. Mbappé mos ta harrojmë në Mbappé. Jam dakord me profesorin që thotë Franca është ndër favoritët kryesor për të fituar siget kampionatin botror të futbollit, por Franca çalon vetëm tek mesfusha. E përmendëm Paris Saint-Germainin, që ishte skuadra që fitoi 2 herë radhësi Champions League në Europë, por Franca si mungon ky elementi hispanik nëse mund të shprehim kështu tek mesfusha brenda kreativiteti. Kjo edhe çalon pak në mbrojtje, por mesfushorët ofanziv dhe sulmuesit janë të paparë që pavarësisht këtyre defekteve që mund të ketë në mbrojtje dhe në mesfush me këtë mungesën e elementit hispanik qarkullimit të topit, këto janë sulmuesit vrastar edhe në qendër me Mbappé edhe ansorët që mund të Francës se ka edhe disa kombëtare të tjera që janë afër Francës, aty themi Argentina mund të jetë aty, po pak më larg mund të jetë Spanja, edhe pak më tutje do të jetë edhe Gjermania, mos ta mohojmë. Me të thënë të drejtën, po këto janë ato kombëtare Anglinë, mos ta harrojmë edhe Anglinë pak aty afër kështu, po them si parë kështu në atë analizën time, kështu analitike brenda, këtu në komponente faktorë që i përmbledhim, atëherë ne e nxjerrmi Francën. Për shkak se Franca ishte në finale, shumë herë ka qenë në finale, ka fituar edhe kampionatin botror, atë evropian, nuk është kombëtare inferiore. Ka 26 lojtarë që zëvendësojnë pa problem njëri tjetrin, sigurisht janë 2 skuadra brenda saj. Po në ndeshjet e para, neve kemi parë 2 skuadra të mëdha, kombëtare të mëdha që kanë zgjuar të girën e parë në këtë kampionatin botror. Në thënë të drejtën, mua më kanë zgënyer pak spanjollët dhe portugezët. Gjithë ato yje që kanë brenda vetë skuadrës, këto organik që kanë, edhe kombëtare spanjolle, edhe portugeze, dhe të mos nxjerrin më shumë se një barazim ka shi skuadra me cilët kanë luajtur dhe të pritshmëritë të nuk ishin në këtë gjyrë në parë. Por siç e thash fatos në fillim bisedës, to skuadra të mëdha mjafton ndeshjet e para të mos humbin, fitojnë 1 pikë ose 3 pikë, më pastaj kur vije koha tek ndeshjet e eliminimit direkt, atëherë tregojnë ato kualitetet që kanë këto kombëtare, dhe të cilat janë ndër 4-5 pretendentë kryesor për të fituar si vjet kampionatin botror të futbollit. U pajtua së bashku me profesorin që Franca është njëra prej kombëtarëve pretendente, por Nikin, përveç Francës, kë është që do të mund eventualisht shkon tutje dhe të shkojë deri në fazën finale? Është Die Mannschaft, është skuadra ekipore e Gjermanisë, që unë në vend të italianëve simpatizoj bëj tifo për kombëtarën gjermane megjithse nuk është niveli të 2-3 kombëtarëve siç mund të jenë ndoshta Anglia, Franca, Brazili dhe Argentina. Unë llogariti të 5-ën dhe të 6-ën gjermanisë, sepse është në një kohë transformimi, se di kjo kombëtari me ndrimin e gjeneratave këto
ka një portier që është më i vjetër, ja, mbi 40 vjeçar, Manuel Neuer, por që brenda skuadrës gjermane ka elemente edhe të ri edhe të freskët, dhe unë kujtoj që ky kombinimi i këtyre lojtarëve të vjetër dhe të ri do nxjerrin më të mirën si vjet për Gjermani, nëse jo për të fituar kampionatin botror si vjet ndër 3 vendet të para. Unë deshte ta potencoj edhe një element ose faktor shumë me rëndësi. Shqoni, tek njeriu shumë faktor të rëshikon, shumë komponente të rëshikohet edhe intelekti edhe antropometria. Dëgjoni tash, shtetet asiatike, këto asiatike, e fusim edhe shtetet pak Brazilin atje, por du ta veçojmë Argentinën, Uruguayin këto kanë karakter punës, karakter Kolumbia. Nuk janë me plan, nuk janë themi shumë intelektualisht në lojë, të futun, kreativitet të madh. Mirë po i ndihmon karakteri, puna, manevrimi, mbyllja e hapësirave. Ajo pjesa e tranzicionit, ata mirë atakojnë presingu, po e shohun shumë tash po zhvillohet presingu. Presingu krit përpara po shkon, sidomos më shumë të ushtrojnë këto kombëtarët Amerikës Latine prej Argentinës, prej Uruguayt, prej këto tjerët kombëtarë, po këtë presing e boni edhe Zvicrën në disa ndeshje momente ndaj Bosnjës. Edhe shumë kombëtarë tjera po dalin përpara, shumë do të thotë presingu, po presingu është ekuilibru. Presingu nuk bëhet gjithmonë. E bëri Panama, e bëri po Paraguay, në fakt, Paraguay e bëri karshi Turqisë. Unë tesha ta potencoj se këto shtetet e Amerikës Latine për jashtim Brazilin, këto që janë ma në veri, ma në natyrën që e kanë malore, shiqoni tash, edhe natyra ndikon shumë në karakter. Në dinamik, karakter. Është Ekuador, është Kolumbia, janë shtetet që janë në pjesën veriore të kontinentit afrikan. Edhe të jem unë ai aty zot në fush, kjo është karakter, do të thotë jem para kundërshtarit, jem gjithmonë pozitiv. Këto ndihmojnë në karakter, lojtar ndihmojnë e këto natyra atje malore, pak më e lartë atje, i bën edhe karakterin themi më të fuqishëm në zbatim, në arritje, në objektiv. Kjo është e mirë, por nuk është përcaktuese, nuk është përcaktues dhe elementi kreativ mungon në këto kombëtarë që janë të nivelit mesatar, nëse krahasojmë me Argentinë. Ka shumë faktor, desha me Brazilin, ka faktor shumë. Dhe desha të them fatose kur thoj për Gjermaninë që simpatizon Gjermaninë, kam edhe një simpati të veçantë në këtë vit edhe për kombëtarën japoneze, për lojën e treguar, për karakterin e tyre të fortë me Holandën në ndeshjen e parë 2-2, Kjo ndoshta për një arsye më shumë si vjet kam bërë një vizitë study trip në Japoni dhe kam parë nga afër, kam prek nga afër këtë kulturën, këtë thjeshtësinë, modestinë e popullit japonez, në rast edhe të kombëtarës japoneze. Po dhe në këtë rast patjetër ke qenë në Japoni dhe ke pas një eksperiencë të jashtëzakonshme. Çka mësova atje për futbollin, nga se është parashikuar që viteve në vazhdim faktikisht planifikohet që Japonia të synojë ta fitojë edhe një ngjarje të madhe siç është kampionati botror. Japonezët punojnë shumë në këtë drejtim, por që japonezët kanë vetëm një defekt. Ka shumë pak lojtarë nga Europa dhe nga vendet e Amerikës Latine që janë pjesë e ligës së Japonisë. Ato duan që këtë elementin kreativ të futbollit Amerikës Latine që përmendi profesori, por edhe këtë sistemin organikën e skuadrës dhe kombëtarëve europiane e kanë mungesë. Po punojnë shumë në të ardhmen që sjellin më shumë lojtarë dhe nga Europa dhe nga vendet e Amerikës Latine që njëherë për gjithmonë, po njëherë të kenë një kombëtar të fortë japonez dhe pse jo të jenë organizatorë edhe të një kampionati botror futbolli. Të ndërlidhen kështu me kolegën edhe gazetarin Menikin. Shumë faktore përmendëm tash, të gjitha gati, jo shumë tepër shumë ka, por tek kombëtarja japoneze. Ata në motorik janë shumë të mirë. Teknikisht qëndrojnë shumë mirë. Mirë po plani i lojës është. Një plan i lojës, shiqoni, unë nuk mund të zbërthejet plani i lojës kështu në opinion ose brenda strukturave temi komunitetit trajnerave, se s'ka mundësia, se te ne gjithçka mund flitet, por nuk flitet në profesionale, në avancimin, në ato procese që ndodhin në trajnuese apo edhe të lojës. Nuk ka ndodhur kjo, po them, kjo është ajo. Plani i lojës është diçka shumë me rëndësi, për shkak se gjithmonë është aty në funksion.
në ndim të futbollistit, të skuadrës, është funksionale, do me thonë, mrenda detyrave organizative. Aty ne nuk kemi diçka të panjohura, gjithmonë është e njohur, është përpunu, është e avansuar në detaje, prandaj edhe një kombëtare e cila ka tradit, e cila ka plan, ka themi departamentet shkollimit, trajnimit, është e avansuar shumë sikur se ajo Spanja që e ka. Mi po mund t'i mungojnë aty disa faktor tjerë, tani këtu teknik ose edhe fizik, aty nëse edhe diçka çalon, në krahasim me kombëtarën japoneze, ajo është motorik shumë të avansuar, janë në lëvizshmëri, teknikisht qëndrojnë mirë, po ka momente kur nuk kemi në asociim, në kohezion kombëtarja në tranzicion, nuk është, do me thonë, nëse unë e kam topin, çka ban në ceni, nëse fatose ka topin, ai pjesë e tranzicionit, edhe sidomos transformimi. Pastaj ka momente kur ne kush e ka topin, ku vendoset posedimi i topit, në cilin drejtim duhet shkojë, kush është lojtari i lirë, cili është lojtari i dytë, cili është lojtari i tretë. Këto janë këtë plani, këtë mrenda, sa është kjo e zbërthyme, kemi në përkombëtare ose në skuadrat e mëdha, kjo duhet të jetë prezant, duhet të jetë, se përndryshe ne mund të lojmë të themi ja japni një top sikur ky topi, hajde luni tash kush i mshon ti mshojë, shkojmë ashtu te kush vjen topi, vetëm hajde buma. E kështu nuk lut. Ai futbolli është futbolli. Përgatitjen fizike. Kanë skuadrën, po këto që ta profesori i mungojnë kombëtarës japoneze para të dyta, përveç këtyre elementeve që përmenda unë, elementin organikën e kombëtarëve europianë dhe këtë elementin kreativ të vendeve Ameriko-Latine, mungon edhe një trajner, që për të zbatuar këto që tha profesorin praktikisht në të ardhmen, në praktika, që në të ardhmen edhe kombëtarë japoneze jetë një kombëtar i zhvilluar sepse kushtet i kanë, parat i kanë ata. Absolutisht. Tash te parë, dëgjoni te parë, më thanë këtu po thonë ka parë ky, ka parë ai, ka parë ky. Na sit kemi parë, kemi bë kampion Kosovë, kemi më shkuën kampionat evropian. Nuk është ajo gjithçka te parë. Reali këtu e bën profesor. Reali këtu e bën. Jo të lutem, shyre. Nëse kështu, vetëm ta për kombëtarë që më vështirë. Vetëm edhe një moment. Nëse është deri tek parat munden ta bëjnë infrastrukturën, mund ta bëjnë edhe strukturën e akomodimit edhe regenerimit. Këte kemi, cila është e kombëtare që ka më shumë ti para? Cila? Edhe infrastrukturën më të mirë. Kush? Katari. A keni pa Katarin? A e pa Katarin, ata kanë miliarda, fushat, a e pa fushat, kemi pa fushat kampionatin e kaluar, po a kanë rezultat? Në futboll nuk mjafton vetëm të kesh milionat, të kesh një infrastrukturë, po strukturë profesional. Kjo është te plani, te trajnimi, te metodologjia, te standardet. Ne e potencojmë fjalën termi standard. A e din komuniteti jonë çka është standard? A e din dikush çka është standardi? Standardi është një proces ku bën komparacion, krahasime, për nxjerr një modalitet të lojës, të aksionit, të trajnimit. Kjo, nëse njohim me as termin standard, unik. Ku dojmë ne të shkojmë? Ku dojmë komuniteti? Ku do me shku futbolli i Kosovës? Po flet Niki, po flet Fatosi, Fetaveliu, lebe se ky vetëm flet. Po flet, po Fetaveliu ka fol, po me pas ndëgju Fetaveliun, edhe mu pas morë rreth Fetaveliut, ne sot kishim lojtar në tregun evropian, kishim skuadra në ligën e kampionëve, kishim bo gara. Tash del këtu, hajde gazetar, shoki jem, mikë jem, hajde se ta gjej një vend, ta baj një vend, nuk shkohet kjo punë kështu me venda edhe me shoqni, se është shumë profesional. Shumë dakord me Niki, është shumë, futbolli është ma tepër voluminos se sa çdo profesion tjetër ose pozicion trajneri, ose një profesion atje drejtori ose dikush. Shumë është kompleks. Loja futbollit edhe pozicioni i trajnerit. Unë pash mbrëm të Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të kompleksitet që përmend profesori, që kur përfundojnë ndeshja 2-0 amerikanët, çnuan fitore karshi Australisë, unë pash një skuadër të tërë në organizim. Jo vetëm Pochettino, po ishte një skuadër të tërë që kishin punuar fort me Pochettino në mënyrë që kampionati botëror përmbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tu tregojmë edhe neve më, që mundemi të jemi një skuadër një kombëtare e fortë, dhe unë pash këtë skuadër, është vlerë komuniteti, vlerë shteti, vlerë institucioni. Këto si kemi ne. Përveç asaj, mos harrojmë që 9 lojtarë të formacionit bazë, po me që nisëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë pjesë e ekipeve që luajnë në Evropë. Absolutisht. Edhe kjo ka bërë faktikisht diferencën. Skuadrën, Përndryshe, po
Do dalë tashmë tek këto ndeshjet që faktikisht do të zhvillohen sonte në kuadër të grupit F, gjira e dytë e fazës së grupeve, një përballje e dy kombëtarëve që faktikisht kanë në mesin e tyre futbollist jashtëzakonshëm dhe të dëshmuar të klasit botror prej orës 19, Holanda me Suedin. Holandezët barazuan me Japoninë në ndeshjen e parë të këtij grupi, kurse suedezët triumfuan thellësisht ndaj Tunizisë 5-1. Po interesant dhe faktikisht është pyetja për të dytë, çfarë pritni nga ky ballafaqimi mes holandezëve dhe suedezëve? Tham kombëtare i madhe, kombëtare me traditë, kombëtare me strukturë. Po, suedezët po ne i mundëm suedezët. Po aty tash kanë ndru tash domethënë mentaliteti, kanë ndruar stafi profesional, ajo kjo është një dëshmi që deshta me thonë, ka ndihmon stafi profesional trajneri, një skuadër e njëjtë, domethënë një suedi që ne mundëm atje, mundëm këtu, mundëm. Por tani Holanda është me lojtarë, strukturë diçka këtë më të madhe, edhe ka numër më të madh, edhe bankina, edhe stafi profesional është pak më i madh. Kështu që ka traditën e vetë, historinë e vetë, e kiti lojtarët më të mirë në botë dikur kanë qenë në Hollandë. E tani ata e kanë zakon, e kanë traditë, por edhe e kanë lojën kështu, e kanë të organizuar, e kanë plan të lojës mirë, por nuk duhet edhe një strukturë 2-3 lojtarë të shpërthejnë, ose një qendër sulmues e kanë. Një qendër sulmues mirë, vrasës nuk e kanë. Ose edhe një depërtues më të mirë, ata janë të mirë, por nuk janë niveli Elise ose atij tjetrit. Ose disa lojtarë. Ose Ariel Robben që ishte dikur për Holandën, po. Në këto elemente. Holandës nuk i ka hije edhe një tjetër barazim në ndeshjen e dytë. Holandës që pretendon që kujdet për të parë fitojnë kampionatin botëror të futbollit, se nuk ka në dijen time nuk është asnjëherë kampioni i botës, evropian po i botës jo. Tani, nëse pretendon që të jetë ndër ata kandidatë kryesor për të fituar kampionatin botëror të futbollit, në këtë ndeshje me Suedin nuk e ka hije një tjetër barazim. Unë kujtoj që sot Holanda do të fitojë karshi Suedisë, ndërkohë një tjetër ndeshje patëm pak më vonë, ishte tjetër ajo. Është orës 22 sfida tjetër e pashtu e gjirës së dytë të fazës së grupeve, aty ndërmjet Gjermanisë, për të cilën po biseduam më herët dhe tham që është në mesin atyre ekipeve që synojnë shkojnë deri në fazën finale e ku do të përballet me Bregun e Fildisht, që të dyja këto kombëtare kanë marrë fitore në duelet e para që janë shumë të rëndësishme, duke mposhtur Curaçaon respektivisht Ekuadorin. Ndërkohë kujtoj që përsëri kombëtare gjermane është favorit edhe në këtë ndeshje, edhe në ndeshjen e dytë të këtij grupi, mund të jetë diferenca më vogël e goleve karshi Curaçaos, por që pritshmëritë në gjykimin tim personal, jo vetëm si tifoz për kombëtarën gjermane duke zëvendësuar italianët me mungesë të tyre, por edhe nga organika dhe përbërja në skuadrë dhe këto yje që ka përmendur këtë lloj kombinim të lojtarëve më të vjetër dhe atyre që pretendojnë të ardhmen të jenë pjesë e kombëtarës gjermane, e një Mannschaft, një kombëtare që synimin kryesor e ka ekipin. Tek Gjermania nuk ka pasur asnjëherë. Unë kujtoj që në kohën e Beckenbauerit, nuk ishte vetëm Beckenbauer, po kishte shumë lojtarë, nëse nuk e bëj, po kolektivi, një Mannschaft i Gjermanisë, janë skuadrë, janë ekip, po, që luftojnë deri japin ato në fundit, pajtohen. Deri sa të përfundojnë ndeshja dhe unë kujtoj që edhe në këtë ndeshje, në këto dy ndeshjet sonte, Holanda dhe Gjermania, unë pres fitore nga këto dy kombëtarë evropiane. Zotri Fitau, e potencuam shpesh që Gjermania është një ekip ku faktikisht më tepër funksionon loja kolektive apo grupore, pavarësisht në mesin e gjermanëve ka edhe lojtarë individualisht dhe me potencial, por që fokusin e kanë tek loja grupore dhe janë një prej kombëtarëve të pakta që nuk ngopen me pak, janë një ekip që faktikisht gjithmonë më tepër kërkojnë që të marrin më tepër se sa maksimumin. Ande ke hap një temë shumë me rëndësi profesionale. Pikërisht tek kombëtarët gjermanë edhe tek futbolli gjerman. A e shihni ju shumë mirë potencial cilët janë ato komponente që e bën një futbollist ose një skuadër dhe një kombëtar të jetë themi në avantazh nga kombëtarët, nga ekipi, nga lojtarët. Tani gjermanët janë të njohur për punëtor, janë të njohur për disiplinë. Nuk them se nuk kanë infrastrukturë të gjigantë. Nuk them se nuk kanë numër të madh, nuk them se nuk kanë shkollë të avancuar. Por metodologjia, nuk po mund ta nxjerrim një futbollist sulmues më të mirë. Nuk po mund ta nxjerrim një alo me sfushor më të mirë. Të cilët po importojnë, Bayern importon nga Franca, importon themin nga Azia.
Por ton nga Amerika Latine, tani du diskutohet. Kjo është temë shumë e gjarë, atje të futen në planin metodologjisë se si du të nxjerrim disa sulmues. Pse tash kemi mbrojtëse më të mirë ose mund të kemi aty punëtor shumë të mëdha, tek gjermanët, është tradit, është themi natyrë. Mirë po, kreativiteti tash duhet edhe puna të bëhet në për shkolla. Do të bëhet në një metodologji që nxjerrim një futbollista të cilët një me një ban diferencë. Një futbollista i cili ka një potencë fizike në shpejtësi, në reakcion. A duhet kjo të punon, duhet punon. Të mund të bëjnë të arrijnë edhe të prezantojmë një modul lojtari i cili ka këto karakteristika ku mund të shpërthejë, të futet në 16 metrash ose ka shpejtësi, teknikë të avancuar shumë, po nuk i kemi. Gjermanët ka shumë vite përpara. Rumenike ka qenë aty kështu që me fuqie me krejt fute. Po tash pse s'kemi na që 30 vite? Gjermanët nuk e kanë një futbollist i cili në sulm ban diferencë edhe është futbollisti i cili pretendon të jetë më të mirët ose për një çmim themi të pucës ose të topit apo cilë janë ato çmimet. Nuk e kemi. Kjo duhet diskutohet, po unë nuk kam ku diskutoj këtu them. Mos se kam me ju. Do ta caktojmë edhe tim për këtë. Nuk e kem, po këtu ka shumë çka të flitet. Profesor, është interesant se gjermanët janë xheloz. Janë xheloz jo vetëm në kuptimin pozitiv, dhe janë xheloz karshi kombëtarëve në Evropë që kanë fituar kampionatin botëror të futbollit. Ishte viti 2006 kur Italia u bë kampion i botës, duke mundur Francën në finale. Edhe neve gjatë kësaj kohe duke bërë punën tonë në radio, kishim edhe qytetarë gjerman me organizata të ndryshme që vepronin dhe punonin në Kosovë dhe ko pas kohe neve kishim mysafir në program. E di çfarë thonin ata? Italianët kanë 4 yje. 4 herë janë kampion bote dhe ne duhet bëhemi përsëri kampion bote të barazohemi me italianët dhe gjermanët. Dhe ato në 2014 u bën kampion bote në Brazil, apo jo? U bën kampion bote me një herë 8 vjet pasi kishim këtë xhelozi karshi italianët se pse italianët janë 4 herë kampion bote në Evropë e ne në botë edhe ne nuk kemi 4 herë. Do bën kampion. Do thotë, është kjo shpirti luftarak me këtë xhelozin, me konotacionin pozitiv, karshi kombëtarëve të tjerë që okay, nuk duam kush tjetër të jenë para neve në Evropë. Brazili ka 5 herë. Në 2002 nuk ka fituar kampionatin botëror të futbollit. Apo jo? Po këto e kanë edhe anglezët, po nuk kanë themi kompozitet, nuk kanë një plan me të vërtetë shumë tepër, ku është një lojë shumë e specializuar, e kolektive, disiplinume, kanë dalin edhe nga disiplina anglezët. Am kupton? Edhe aty është ajo. Tonë edhe kreativiteti 1-1, ka mungesë këto që po theksoj se natyra ku jetojnë e bën, mos prezencën e kreativitetit. Nuk, unë jam biolog, profesor i biologjisë, këto seri i di shumë mirë, po nuk kemi debat në këtë drejtim në këto tema, s'kemi pas kur në Kosovë. E bëjmë kur përfundon kampionatin. Duhet me pas, kombëtarët duhet me pas edhe yje nga një yll, duhet me pas. Franca ka Mbappé. Spanja kë ka si yll tani? Spanja është Argentina ka Lionel Messi. Xhamal, më pëlqyen do frazës është lojtari. Duke Messi ka do të luajë edhe 10 vite ka me lut. Ashtu si shkon ai, Messi ka mundësi me luajë një koment shumë interesant që unë kam modifikuar pak profesor. Një koment interesant në adresë të Messi që unë kam modifikuar. Thotë, ai nuk luan me topin. Ti e ke modifikuar, unë e kam studiu. Messi flet me topin. Mirët vesh prakisht me topin. Se cilën kënd, pjesë të portës me shku topi dhe më bë gol. Këtë e bëri Messi duke fol me topin në ndeshjen e parë. Unë kam studiuar Messi. Messi ka të gjitha standardet, themi, planit, themi, të zhvillimit një futbollisti, po duhet mirë si shembull. Sa e morin, sa e diskutojnë, edhe kjo nuk diskutohet, mi po them, Messi, përveç se është futbollisti më i mirë, do me thonë gjithçka ka plan, e ka planin në kokë, e ka hapësirën në kokë, e ka kohën në kokë, por është edhe një trajner në fushë, i cili reflekton tek futbollistët, jep karakter tek futbollistët, jep disiplinë tek futbollistët, por ai e ka pozicionin e vet, liderit i cili din më vendos, din me vepru, e ka atë cilën themun kohën, hapësirën e shkurt, kohën e shkurt, që duhet të ketë një plan, por çdo futboll ose çdo kombëtar ose çdo skuadër duhet të ketë koha, hapësira, këto vendosje, tranzicioni. Këto janë shumë me rëndësi në futboll. Nëse dojmë të avansohemi të si futbollist, si skuadër, si kombëtar. Mënyra se si e dirigjojmë, nëse mund të shprehim kështu. Krejt skuadrën kombëtare ishte jashtëzakonshme, sepse krijoi hapësirë
edhe për lojtarët e tjerë, në mesfush dhe në sulm për sulmuar, në ndërkohë krijoi hapësirë edhe për veten e tij për të bërë këto gola, duke fol me topin. Ha? Fol me topin. Në futboll ekziston edhe kohë hapësire, kohën hapësirën e transformu mirë, a ki kohën tranzicionit. Po këto nuk i kemi egzageru, se s'kem pas mundësi me. Shumë çka kemi met, edhe unë po shkoj s'qysh, po shkon komuniteti, po shkoj edhe unë. Unë nga njerë kur keni analizë, ose kur i ftuar në emisione sportive, sepse sporti ka nevojë për shumë ka nevojë shumë për këshilla dhe për sugjerime. Shumë vërtet, për futbollit. Po flasim për futbollin këtë rast, sepse edhe për disiplinat të tjera sportive, por që ka nevojë që edhe ata që mirën me futbollin, që nga federata, nga kryesia e federatës, edhe tek drejtues të ekipeve, të marrin këto këshilla dhe sugjerime nga ekspertët që njohin futbollin, që njohin fushën e mbledhur, që njohin skuadrat, që njohin kombëtarët, që njohin cilësitë e këtyre lojtarëve që janë pjesë e këtyre skuadrave ose e këtyre. Po ja them edhe një detaj nëse ka mundësi. Ta them kështu. Po. M'has njerë takohem me një rastësisht në një restoran, takohem me disa shokë, unë edhe ai na shen ne atje futet një kryetar shumë i rëndësi i një skuadre. Edhe ai me qëllim vjen tek ne futet në bisedë shoqëri. Edhe tani tu e prezentu, thot aty e Fetaveliu, kom dëgju për ty, kom bo bisedë me disa trajnerë atje në klub, ata thonë ai le, vetëm flet, ai vetëm shkruan, ai vetëm prezanton, ai vetëm. Thash, po kush janë ata të më vlerësojnë mua? Unal. Çfarë niveli janë ata për më vlerësu Fetaveliun? Kush janë këta ekspertat ton për ta vlerësuar dikend? Edhe nuk duhet të nënçmon, trajnerët nuk duhet të nënçmon. Mu më kanë ofendu, më kanë sham me familje, edhe në aspektin kombëtar. Kur nuk e kam ekspozu. Një herë më detyru me thonë një emër i cili e ka dëmtu futbollin. Se mu më intereson kjo pjesa më e madhe, futbolli i Kosovës, edhe skuadrat ku ne bëjmë gara, avancimi, imazhi, kështu afirmimi. Kjo tjetër, individualisht, unë kam shtëpinë time, ti tjetër keq, ama ne duhet të shohim pak interesin e futbollit të Kosovës. Edhe atë kombëtarëve, edhe atë të skuadrave. Këtu nuk jemi mirë. Nuk kemi mirë. Sa do shkojë kështu, kjo varet pe gazetarë. Duke shpresuar gjithmonë për më të mirë në shtëpisë të futbollit, të cilët e kemi këtu, kështu. Ne krejt fare për fund sepse aq shpejt kanë shkuar minutat e dedikuar për këtë emision special kushtuar kampionatit botëror të futbollit. Si po e shijon ose si po e përjeton këtë kampionat botëror pa prezencën e Italisë? Si tifoz i Italisë? Unë në momentin më të vështirë e kam patur kur Italia u bë kampioni i Evropës 2020 dhe nuk u kualifikua për kampionatin botëror të futbollit 2022 në Katar. Nuk ishte kualifikuar edhe 2018 në Rusi. Shiko, Italia është 4 herë kampion i botës. Është ndër 3 kombëtarët që kanë fituar më shumë të kampionatin botëror të futbollit, nisur që nga viti 1930-32. Tani mungon një kombëtar si Italia në 3 herë radhësi në kampionate botërore, kjo nuk është e mirë. Edhe për futbollin përgjithësi në Evropë, por edhe për futbollin në veçantë në Itali. Sepse nga 2010-a shohim jo vetëm kombëtarinë italiane, por edhe skuadrat italiane. Kujtoj Interin, unë jam tifoz edhe me Interin. 2010 fitoi tripletën. Nga 2010-a, edhe pse Juventusi ishte 7 herë kampion i Italisë në Serie A, nga 2010-a nuk bëri gjë në arenën ndërkombëtare, në këtë rast në këto kompeticionet Champions League, kompeticioni më i rëndësishëm i futbollit. Italia ka me në tranzicion, në tranzicion. Por unë shoh një shpresë të italianët, tani me dorëheqjen edhe të kryetarit federatës, edhe kujt të ligës e këto, që duan italianët, nëse duan të kthejnë namin e digurshëm, duhet jenë një kombëtare shumë e fortë, e organizuar, e disiplinuar. Unë kujtoj që italianët janë ndër trenerët më të njohur në botë. Apo jo, me Ancelotin, me Arrigo Sacchi, me Capello, por nuk mjafton kjo. Po me që ke trajnerët edhe ke elementin brenda kombëtarës, nuk mund të fitosh ose të kualifikosh ti për kampionatin botëror të futbollit, që ishte kjo aksident që Italia nuk u kualifikua në 2026 me trener Gattuso. Dështoj. Duhet një trener që Italia nuk ka mungesë trener, duhet një trener i fortë, i mirë, që të kap skuadrën përpara që në kampionatin e ardhshëm futbollit mos mungojnë më Italia. Absolutisht. Se zbën. Faleminderit shumë zotri Fetaveliu që ishte prezant në këtë emision special kushtuar kampionatit botëror të futbollit në Radio Kosova 1. Faleminderit edhe juve dhe kësaj shtëpisë Radio Kosovës edhe dëgjuesve që ishin me ne.
Shumë faleminderit Niki Cahanit, kolegu. Faleminderit ty Fatasa. Ju falenderoj shumë për vëmendjen këtu dhe erdhi fundi, krejt fare në fund të falenderoj dhe Vlera Sportin për gjitha këto pajisje sportive që na ka sjell topin zyrtar të kampionatit botror, trofeun e çmuar ai ikonik të Kupës së Botës dhe këto pajisje sportive. Kaq sa i përket këtij emisioni special për sot, do takohemi sërish dhe do dëgjohemi sërish nesër me emisionin tjetër të ri e ju mos u ndani nga ne që ndroni me valët e Radio Kosovës. Nja. World Cup na RTK Radio.